Hy vitin e 19 si punëtor fushë i bankersit. Këta po kujtojnë se ne po kërkojmë gjëra që janë mbi atë që këta se paguajnë dot, ama faktikisht ne po kërkojmë veç dinjitet. Po kërkojmë bukë dhe fytyrë për familjet tona, sepse këta të lënë edhe pa bukë, për mos patur e fytyrë. Neve sakrifikojmë për bankersin, për kompanin, e kemi ndihmuar kompanin, jemi treguar dhe shumë tolerancë gjithë se kohë me kompanin që ata të na kuptojnë hallin, se këta s'duan as të kuptojnë dhe hallin tonë. Ka mendoj se ty në grevorie, ju do t'i bashkoni grevës? Po, unë jam një nga 10 të këshillit të sindikatës, se do të shkojmë grevorie dhe s'ka rrugë, edhe do t'a fitojmë, t'a dinë mirë, neve do sakrifikojmë, dhe nuk e kemi për të thënë juve apo dikuj tjetër. Juve faleminderit që vini. Por ne deri në fund, edhe këtu do jeni dhe ju do jeni prapë. Ne do t'i shkojmë në fund kauzës që kemi ngritur, dinjitetit. Neve duam rrogën sipas asaj kërkesës tonë që kemi parashtruar tek ata dhe do ta marrim. Do ta marrim, jemi në tokë tonë. Unë kam lidhje dhe shpirtërore me naftën. I mat ka vdekur në naftë. Vlla im Sengi do të pensioni nga nafta, 62 vjeç. I mat 53 vjeç ka vdekur në naftë. Vllai tjetër po në naftë. Këta ose duhet kuptojnë që ka marrë fund kjo persekutimi dhe futja në sharr me punëtorë, siç na bëni këtu. I japin njëri 50.000 lekë dhe zihemi me njëri tjetrin. Do të arrini marrëveshje, çfarë do të bëni? Jo, ata do të arrin marrëveshjen ose po atje do vini burr, atje edhe të vdekur. Nuk dalim që këtej burr. Nuk dalim, harroj. Shumë faleminderit ju. Edhe ju jeni një prej punonjësve të fushës, të cilët kërkojnë sot me ngulm së bashku me protestuesit e tjerë plotësimin e kërkesave. Çfarë kërkoni konkretisht? Ne kërkojmë 3-4 gjëra të paktën që është e lehtë për të na i dhënë. Kërkojmë pozicionimin e vendeve të punës, që deri tani janë tallur me ne. Kërkojmë ngritjen e rrogës, ka 10 vjet që nuk po ngrihet. Kërkojmë inflacionin që po të marrim shembull buka para 2 vjetësh ka qenë 800 lekë. Sot është 1300. Vetëm me bukën një shqiptar apo një punëtor i naftës humbet 15.000 lekë në muaj. Ata se kanë ngritur 10 vjet rrogën. Ky është inflacioni. Sa e deklaron shteti, nuk kërkojmë mosh. Sa është mesatarisht paga e një punonjësi të fushës sot për marrjes? Pikërisht këtë sapo fola, thash unë, për çikuar pagat, sepse edhe ne vetë jemi këtu nuk i dim, por janë paga shumë të ulta. Një lavazhier në Tiranë merr 1 milion sot. Një kamarier në Tiranë merr 800.000. Këtu gjysma këtyre punëtorëve nuk e kanë rrogën $600. Kur Norvegjia dhe Shqipëria njihen si vende evropiane që kanë naftë. Norvegjia për shembull mund ta ketë $5.000 rrogën mujore. Kurse këtu e kanë $700. Ju do t'i bashkoheni grevës? Patjetër që po. Faleminderit juve. 790.000 lekë. E paguar për 7 vjetësh me këtë pagë. Kam arritur tek 616. Edhe është disë nivel shumë i madh i pagës. Sa duhet ishte paga, sipas jush, që ta meritoni të mundin tuaj? Mendoj tek 1,5, 1,5 milion, që të jeni vërtet të ndjehemi. Vetë ndoni si paguani më pak se dyfishin asaj që meritoni? Pagojmë shumë herë më pak. Për shkak të vështirësisë në punë, të shpirtit që japim në punë, dhe nuk vlerësohemi sa duhet. Mos provokojë çuna, çfarë mund të bëj? Don't come here. Don't come here. Go ahead. What? Go ahead. No here. I stand here.
Largohu, largohu që këtu dhe edhe, i ka valë të. Pra, piske se vare që është këtu këtu a i ka qatë në në kone. Në më bura i më që të këtu. Ata po bëj promotime. A i ke që këtu më së provoka. Hej, a i më bura. Presion punojësve dhe lajtu. Lutemi të largoheni nga grevistët. Për azotara, për pagat, për dignitetin ton, për kushtet e punës, për diskriminimin që këto bëhet dhe për trajtimin që bëhet punojësve. Dobimi parë ka qenë 1 maj, ka vazhduar me dobimet e datës 5 dhe 6 shtator, ku publikisht kemi kërkuar dhe kemi drejtuar kërkesat tona kompanisë. Ajo që përkërkojmë është trajtimi me dignitetin afërtarëve dhe trajtimi të me paga dignitoze. Po ndihemi të diskriminuar në etnitani, sepse kinezët marrin paga shufish, 10 fish deri 100 fish në krahasim me pagat që marrin punonjësit tu. Po trajtohemi të diskriminuar në mënyrë etnie në vendin tonë. Nga këta që gjatë takimit që kemi pasur dhe diskutimit që kanë pasur, kanë dhënë vetëm dietën ushqimore. Do rrisim pak dietën ushqimore, tha, duke menduar që këta njerëz këtu kaq meritojnë. Thjesht han buk. Jo, këtu kryen volume pune shumë të mëdha. Këtu punohet në kushte pune të vështira. Këtu jemi në industri të rëndë e cila meriton paga dignitoze. Kërkojmë 18% rritjen e fondit të përgjithshëm të pagave dhe shpërndarjen e tij për pagat e punonjësve të fushës, të cilët vjerin të naftë, e shihni ju dhe merrni benefitet. 18% e fondit të pagave do të shërbej për të ulur distancën ekstreme, diferencën ekstreme të pagave të ulta dhe pagat e larta. Ku paga e CEOs arrin deri 200 fish të pagat e këtyre diellave që janë këtu. Ku një këshilltar ligjori juaj dalë në përgjime dhe publikuar në media, mirë të 850.000 euro, ku këtu ka punojsh më në 900 apo 1 milion euro. Sot këtu, ku me vendim të Këshillit Drejtues të Sindikatës, është vendosur që ne të shkojmë në grevë. Greva do të jetë sot nga ora 7 para ditës deri në orën 10 dhe nesër fillon në grevë pa afat nga ora 7 e mëngjesit deri në realizimin e kërkesave tona. Gjithashtu Këshilli Drejtues të Sindikatës ka vendosur që 10 djemt të Këshillit Drejtues të hyjnë në grevëri. Ne nuk do të dalim nga greva e URIS dhe nga greva e përgjithshme pa u realizuar kërkesa jonë prej 18% rritjes së fondit të përgjithshëm të pagave. Ky 18%, cili do të rritet, që ne kërkojmë të rritet fondi i përgjithshëm i pagave, kërkojmë të shpërndahet për pagat e ulta dhe për djemt që punojnë në fushë, për të ulur diferencën ekstreme të pagave që ka këtu në shoqërinë Bengës midis punonjësve të fushës dhe punonjësve të tjerë, ose edhe midis disa punonjësve që këta i kanë bërë rritjet në mënyrë preferenciale. Kjo do të ngushtonte këtë diferencë dhe do të paguante punonjësit, do merrnin punonjësit një pagë dinjitoze që për shkak të volumit të punës që bëjnë, sasisë së punës që ata nxjerrin këtu, vështirësive të punës, ambientit, gazit, naftës dhe industrisë që vetë ky vendburim, ky profesion ka, duhet të mirë paguhen. Nga kontakti që keni patur me përfaqësuesit e kompanisë, në çfarë dakordësia arritet? Kemi pas disa kontakte me kompaninë, madje janë bërë disa tubime, ku përfshihet tubimi 1 maj, tubimi datës 5 dhe 6 shtator. Kemi diskutuar me kompaninë dhe nuk kemi arritur një marrëveshje. Ajo që kompania ka ofruar ka qenë vetëm rritja e dietës ushqimore me 4200 lekë, e cila dhe si rritje duhet të aplikojë në 1 mars. Po një rritje prej 4200 lekë nuk rregullon atë që ne kërkojmë. Nuk çon pagat në nivelin e duhur, nuk ul diferencat ekstreme të pagave midis të larta dhe pagave të ulta dhe nuk zgjidh asnjë gjë nga ato që ne kërkojmë.